SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar në gjykatën e posaçme dosjen penale ndaj 4 personave të dyshuar për përfshirje në një grup të strukturuar kriminal dhe një episod të rënd të armatosur në veri të vendit. Përpara drejtësisë janë vënë shtetasit Aleksandër Prendi, Franko Leka, Izmir Sakicaj dhe Samuel Troshani. Sipas organit të akuzës, Aleksandër Prendi akuzohet për tentativë vrasjeje ndaj disa personave në rrethana cilësuese, si edhe për mbajtje pa leje të armëve luftarake. Ndërkohë, tre të pandehurit e tjerë dyshohet se kanë siguruar kushtet dhe mjetet për kryen e krimit, duke qenë pjesë e një grupi kriminal të organizuar. Hetimet e SPAK kanë zbuluar se disa nga personat e përfshirë rezultojnë të lidhur edhe me ngjarje të tjera kriminale të mëparshme, kryesisht kundër jetës dhe rendit publik. Sipas dosjes hetimore, grupi dyshohet se ka qenë aktiv në episode të dhunshme dhe përdorim armësh zjarri. Ngjarja që çoi në nisjen e hetimeve ka ndodhur pas ditën e 23 gushtit 2024. Sipas prokurorisë, disa persona të armatosur të ndarë në 3 automjete të blinduara janë nisur nga zona e Dobraçit në drejtim të fshatit Ranz në bushat të Vaut të Dejës, ku ndodhej banesa e Aleksandër Prendit. Dyshohet se përplasja ka ardhur si pasojë e konflikteve të hershme mes palëve. Në vendngjarje ka pasur shkëmbim zjarri mes grupeve, por fatmirësisht pa persona të lënduar. Nga të shtënat janë dëmtuar 3 automjete të blinduara, mes tyre edhe një mjet që drejtohej nga Safet Bajri, i cili më pas u ndalua nga autoritetet. Hetuesit kanë sekuestruar gjithashtu një automjet të marrë me qera nga Aleksandër Prendi, i cili dyshohet se është përdorur gjatë përplasjes së armatosur.